Njeriu kyç I Serbisë në Amerikë po del të jetë Richard Grenell. Pra, ai po I cakton takimet e Vučićit me zyrtarë amerikanë, mirë po fatkeqësisht për ta e fatmirësisht për ne janë ka I dështuin. Pra, e caktoi një takim me sekretarin amerikan të thesarit, Scott Bessent, dhe ajo I dështoi, u tregui mesëm e tha largo me ishme qafet në fund. Pse? Sepse Serbia nga një tetori do të futet në sanksionet e Amerikës, nafta serbe, pra, dhe e dyta taksa më e lartë në rajon, e dyta më e larta në Evropë, prej 35% aplikohet për monat serbe që shkojnë drejt Amerikës. Opozita jonë është mirë, mos me majtë myt në Grenellin, me ndërprej takimet me ta, sepse është dëshmuar ashtu që ai është pro interesave serbe, lufton për interesat serbe, edhe ka pas më herët edhe raportime që ai paguhet nga qeveria e Serbisë, edhe pse këto janë mohu nga Vučić dhe nga qeveria e atij vendi. Mirë po, era po I vjen kësaj pune, dhe është mirë që qeveria e jonë të ketë, domethënë takime, kjo është duke pas realisht, mirë po opozita të heqë dorë një herë e mirë nga Grenelli. Faleminderit.